Një mesazh që kërkonte të votohej një vajzë për të fituar një bursë shkolle është përndar me shpejtësi në aplikacionin WhatsApp. Ekspertët e sigurisë kibernetike konstatuan se ishte një skem mashtrimi që ju ishte dërguar kontakteve të afërta. Pasi viktima klikon në këtë link, ridrejtohet tek një faqe që simulon një platformë votimi dhe që i kërkon të vendosë numrin e telefonit përdorruesit në këtë faqe, si dhe autorizimin për llogarinë WhatsApp, duke vendosur një kod verifikimi me 8 karaktere. Nëse autorizohet në WhatsAppin e përdoruesit, aktorët keqdashës marrin akses të plotë në llogarinë WhatsApp të viktimës, të cilët e përdoren më tej për ta përhapur këtë si fushat, potencialisht më pas për të marrë informacione sensitive të ruajtura në këtë aplikacion. Menjëherë autoriteti kombëtar për sigurinë kibernetike vuri në dijeni qytetarët ku ju kërkoi të bënin kujdes. Ekipi i ekspertëve ka hartuar një raport teknik, një analizë më të detajuar teknike, të cilën e kemi publikuar dhe në website-in tonë zyrtar.aksk.gov.al. Mashtruesit kibernetik gjithnjë e më shumë po i avancojnë metodat e tyre ku duke përdorur edhe inteligjencën artificiale i bëjnë më të besueshme për përdoruesit e aplikacioneve, ndaj vëmendja duhet të jetë maksimale. Rekomandojmë për qytetarët të cilët mund t'ju vi një mesazh i tillë në rrjetet e tyre sociale, pra jo vetëm në WhatsApp, por në çfarë do lloj rrjeti social që ata përdorin, sepse tani me anë të inteligjencës artificiale këto si fushata sa vinë dhe sofistikohen, por qëllimi i tyre është i njëjtë, për të mashtruar qytetarët. Dhe rekomandojmë për qytetarët që të injorojnë këto linkje, pra të mos i klikojnë dhe të mos vendosin të dhënat e tyre. Rekomandimi tjetër është që të shihni nëse keni pajisje të tjera të lidhura në aplikacionin tuaj të WhatsAppit, gjithashtu të përdorin sigurisht shtesë për aksesimin e aplikacioneve ku ata ruajnë të dhëna sensitive. Një sigurisht shtesë pra ne mund të përmendim multi-factor authentication.